bajt programi studimor i psikologjisë në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Tetovës, ku organizua seminari i tretë i psikologjisë me temë mirëqenia dhe sjelljet e rrezikshme tek adoleshentët. Adoleshenca është një periudhë tranzicioni e mbushur me sfida, kërkime identiteti, ndikime mjedisore dhe shpesh edhe sjellje të rrezikshme, që burojnë nga pasiguria, mungesa e mbështetjes apo çrregullime të mirëqenies mendore. Ky seminar synon të krijojë një hapësirë diskutimi akademik, praktik dhe ndërveprues për të adresuar këtë realitet dhe për të ofruar rekomandime të qarta për trajtimin dhe parandalimin. Në vazhdim do të ndjekim deklarata nga profesor doktor Lulzim Murtezani, shef i programit studimor psikologjik, dhe Fitore Bajrami Abdi, prodekane për arsim programi studimor psikologjik. Ne si program studimor morëm përsipër që të trajtojmë një temë e cila sensibilizon opinionin lidhur me disa probleme të cilat janë aktuale që ka të bëjnë me shëndetin mendor, shëndetin mental apo të pikërisht të adoleshentëve. Dhe kjo është një temë e cila gjithëve na tangon. Andaj menduam që të organizojmë këtë seminar në funksion të asaj që të njohim opinionin, të njohim me karakteristikat e kësaj periudhe dhe si mund ne të ndihmojmë adoleshentëve pikërisht ajo që kërkohet nga ne. Dhe sigurisht do të ketë debat të hapur mes edhe studentëve dhe të pranishmëve. Me siguri se kemi një program shumë pasur, ku do të kemi diskutime, debate, shkëmbime mendime, opinione dhe kështu me radhë. Shumë faleminderit. Zonja Fitore, nderuar, unë dua po ashtu të di pak a shumë edhe për të ftuarit që do të marrin pjesë dhe që do të kenë fjalime nga më të ndryshme. Faleminderit. Sigurisht që temat të cilat ne trajtojmë do të ka dhe institucione relevante të cilët janë të lidhura drejt për drejt me trajtimin e çështjeve të cilat kanë të bëjnë me maturantët. Përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit, përfaqësuesit e enteve sociale në vend dhe sigurisht roli kryesor që e kanë nxënësit ne kemi sy mysafir, të cilët njëjtë do të jenë të kyçur në punëtorinë të cilën ne ofrojmë për ngritjen e kompetencave të tyre rreth mirëqenies dhe sjelljeve të rrezikshme tek adoleshentët. Sa ka qenë interesimi nga të pranishmit, studentët, por ndoshta edhe nga jashtë qytetarët? Sigurisht, mendoj që ngjarjet e kësaj natyre mungojnë dhe ne kur kërkojmë bashkëpunime në institucioneve, më besoni që ka një bashkëpunim shumë të mirëfillt për idenë që kjo tregon se sa realisht është e nevojshme ngjarje të kësaj natyre që janë kuptim plota dhe që trajtojnë në thelb çështjet të cilat në këtë rast i shqetësojnë adoleshentët. Në këtë seminar me fjalë përshëndetëse e filloi profesor dr. Musa Musai, prodekan për shkencë, ligjëratë e veçantë nga dr. Lauren Wallace, Fulbright alumna nga SBA, mirëqenia dhe ndikimi i saj në performancën adoleshente, workshop interaktiv me temën kryesore, me pjesëmarrjen e profesor dr. Ibrahim Neziri, dr. Sheruze Osmani Ballazhi dhe profesor dr. Ruljeta Bexheti. Adoleshenca është një fazë kritike zhvillimore e shënuar nga një sër sfidash, duke përfshirë një tendencë drejt sjelljeve të rrezikshme. Ky seminar kërkimor synon të trajtojë natyrën e shumëanshme të sjelljeve të tilla dhe rolet ndikuese të presionit bashkëmoshatarëve, mediave sociale dhe dinamikave të familjes në zhvillimin e vetë adoleshentëve. Të kuptuarit e faktorëve që kontribuojnë në sjellje të rrezikshme dhe trajtimin e parandalimit të tyre, ndaj edhe ky seminar i psikologjisë synon që të eksploroj gjithashtu qasjet e këtyre trajtimeve dhe qëllimin e identifikimit të sjelljeve të rrezikshme tek adoleshentët me rëndësi të veçantë duke u fokusuar tek reduktimi, tek përmirësimet eventuale. Çdo mend se njohja e rreziqeve dhe faktorëve mbrojtës për adoleshentët është e rëndësishme për të ofruar mbështetjen e nevojshme për zhvillimin e shëndetshëm të rinjve, për të parandaluar rreziqet dhe për të reduktuar sjelljet e rrezikshme. Periudha e përfshirë në pikë trajtimin e këtij seminari me vete gjithsesi që bartë edhe njohuritë e nevojshme psikologjike e zhvillimore që duhet ditur mbi adoleshencën, periudhë zhvillimore kjo e cila në vete asesi nuk do të thotë se bartë kuptime dhe shtjellime etimologjikisht dhe ekskluzivisht negative, nga që janë njësër të rinjësh, vajza e djemë që këtë periudhë dinamike të zhvillimit të personalitetit të tyre dhe fazës së kalimit nga fëmijëria drejt pjekurisë e të qenurit i rritur, me gjitha ndryshimet dhe zhvillimet e hofshme e kalojnë qetë dhe brenda një mirëqenie të plot psikike e mendore. Ashtu siç larva formon krizalidën,
e prej krizalidës formohet flutura. Andaj, shkuarja ardhjet e ndryshme brenda kësaj periudhe zhvillimore duhet ndërlidhur me vetë vështirësitë ndjesore, emocionale dhe psikike që një fëmijë ka mundësi të i ketë përjetuar. Neglizhenca prindërore në fëmijëri, problemet emocionale të përjetuara, nënçmimet, shtypjet e ndryshme, mosvërejtjet e duhura në mënyrë të mjaftueshme, po që ekziston mundësia që edhe së bashku me vetë dinamikën e periudhës në fjalë të kalojë një adoleshencë të vështirë. Mos harrojmë, njeriu gjatë zhvillimit të tij përjeton 3 periudha purifikuese. Mendoj se është e rëndësishme të theksohet rëndësia e procesit purifikues i cili ndodhen në këto 3 periudha të rëndësishme. Më e rëndësishmja po më dyshje që është në adoleshencë, edhe atë veçmës nëse duhet specifikuar në atë pjesën e adoleshencës së mesme 14-19, ndërsa purifikimi i parë ndodhen në procesin 4 deri 6 vjet. Purifikimi i tretë dhe përfundimtar përmes të cilit kompletohet, po e themi, procesi zhvillimor tek njeriu apo tek adoleshenti është 24-28 si i tillë. Sjelljet e rrezikshme në adoleshencë mund të përkufizohen si sjellje që shihen si problematike shoqërore, në përgjithësi mund të ndikojnë negativisht në shëndetin mendor dhe fizik të adoleshentit dhe mund të pengojnë përvojat e adoleshentit për të bërë një i rritur kompetent. Në këto sjellje bëjnë pjesë abuzimi me substanca psikotrope, alkooli, sjelljet antisociale, varësitë e ndryshme, përvoja seksuale të hershme të papërshtatshme, ankthi, depresioni, ankesa somatike, introversioni social, mendimet suicidale e të tjera. Këto janë sjellje që kërcënojnë jetën dhe zhvillimin e një të riu e që pasojnë me mungesa në shkollë e deri tek braktisjet e shkollëve. Meqense sjellja problemore ekzistuese është e shumëanshme, nevojitë ndërhyrje të fokusuara tek adoleshentët në të cilat adoleshenti, familja, mjedisi dhe shkolla mund të veprojnë në koordinim për të parandaluar sjelljen problematike. Duke hedhur dritë mbi rreziqet që sjelljet jo adekuate tek adoleshentët dhe duke eksploruar rrugët e ndërhyrjes dhe parandalimit, ky seminar synon të kontribuojë në përmirësimin e mirëqenies së adoleshentëve dhe krijimin e mjediseve më të sigurta dhe më të shëndetshme për këtë popullat të cenueshme. Monitorimi i afërt i adoleshentëve, veçanërisht aktivitetet e tyre në internet dhe ndërveprimet me bashkëmoshëtarët, është vendimtar për zbulimin dhe trajtimin e hershëm të sjelljeve të rrezikshme. Por më tepër, mungesa e rregullave dhe udhëzimeve specifike në shkolla mund të krijojë një mjedis që inkurajon sjellje të rrezikshme. So my home institution is the Ohio State University. Has anyone heard of Ohio State University? Ky është një nga institucionet më të mëdha në Shtetet e Bashkuara, me rreth 60.000 student, shumica prej të cilëve vijnë nga rajoni i Midwestit, të cilin ne e konsiderojmë si Michigan, Ohio, Pennsylvania, Indiana dhe Illinois. Dhe siç mund ta shihni në hartën e Shteteve të Bashkuara, Ohio është një shtet i vendosur në rajonin e Midwestit, kufizohet me Michigan, Indiana, Pennsylvania dhe gjithashtu me Kentucky në jug. Qyteti ku jetoi Columbus është kryeqyteti i shtetit dhe ndodhet në mes të tij. Ka afërsisht 2 milion banor dhe është në rritje. Aktualisht është qyteti më i madh. Gjatë kohës që kalova në Institutin Shëndetit Publik në Shkup, dëshiroj të falenderoj kolegun tim, në veçanti Dr. Igor Sporowski, me të cilin punuam në analizën e të dhënave nga 5 raundet e iniciativës së OBSH-s për mbikëqyrjen e obezitetit të fëmijët në Maqedoninë e Veriut. Kjo ishte një paraqitje që bëm, ku analizuam statusin socio-ekonomik dhe treguesit e ushqyerjes tek fëmijët në Maqedoninë e Veriut. Në një përmbledhje të përgjithshme, pam dallime të mëdha mes rajoneve të ndryshme brenda 10 rajoneve të shëndetit publik në Maqedoni, gjithashtu të lidhura me të ardhurat, arsimimin e prindërve. Dhe po, një analizë tjetër, që e bëm si pjesë e COSI, ishte shqyrtimi i mjedisit në shkollat fillore në të gjithë Maqedoninë e Veriut. Edhe aty gjetëm dallime të mëdha me zonave urbane dhe rurale, në veçanti në ato me numër të vogël nxënësish me më pak se 25 nxënës në klasat e dyta. Dhe për të përfunduar, pata fatin të shoqëroja 15 student nga Universiteti im në Maqedoninë në majin e kaluar. Thuhet në përgjithësi se në qoftë se dëshironi të realizoni një sipërmarrësi, një projekt, një seminar, kërkohet 3 premisa kryesore. Premisa e parë është koha e duhur. Premisa e dytë është vendi i duhur dhe e treta premisë është
njerëzit e duhur. Pa këto premisa, asnjë lloj angazhimi dhe aktiviteti nuk mund të realizohet. Kur flasim për premisën e parë, koha e duhur, është koha e duhur për këtë temë? Padyshim se është. Ne jemi të gjithë dëshmitar të asaj që ndodh në familje, në shoqërinë tonë. Ne jemi të gjithë dëshmitar të përhapjes së epidemisë së dhunës, apo që në familje dhe më gjërë, konflikte, abuzimet me substancat narkotike në tetërit dhe kështu me radhë. Dhe më thënë, koha është e duhur për të aktualizuar këto çështje. Njerëzit e duhur, vendi i duhur, kjo premis, vendi i duhur, po ashtu plotësohet në këtë event. Pse? Për arsye se në Universitetin e Tetovës, programi studimor i psikologjisë disponon me infrastrukturë të përshtatshme të punës, apo zyra, teknologji arsimore, auditore dhe plus laboratorin e psikologjisë. Në këtë vend të duhur, ne kemi mundësi shumë për të punuar. Premisa e tretë, njerëzit e duhur. Ju e dini përgjithësi jeni të njohur me atë se programi studimor i psikologjisë ne kemi 12 profesor në marrëdhënie të rregullt. Të gjithë janë me thirrje adekuate shkencore dhe akademike. 12 janë të profesorët janë me pasion, profesorët janë pjesëmarrës në shumë manifestime dhe konferenca ndërkombëtare, të do të thotë se profesorët tanë krahas punët së tyre akademike janë të angazhuar në kërkimet shkencore. Dhe këtë gjë sot po e dëshmojmë me këtë manifestim. Ky seminar është dëshmi se shkenca, përkushtimi akademik dhe ndjeshmëria sociale mund të bashkëveprojnë për të adresuar sfida reale të kohës sonë. Mirëqenia e adoleshentëve nuk është vetëm çështje psikologjike, është përgjigje kolektive. Ne shpresojmë që diskutimet e sotme të nxisin veprim, reflektim dhe mbështetje të vazhdueshme për të rinjtë tanë.